Po, pensja e xhamit. Sa sipërfaqe? Ka rreth 7-9 sera. Do vesh kemi edhe aty për jashtë, të jashtë. Këto janë sipërfaqet e juaja? Po. Janë rreth 3 hektarë. Çfarë i mbjell? Shikon, ne mbjellim çdo gjë që është e stinës. Domethënë kemi aktualisht kemi patate, kemi domate, kemi speca, kemi patoxhona, kemi bishtara, bamja, barbunja. Do të çdo gjë që është e stinë kemi mbi 40 produkte, kemi bacën, kemi karcofin. Ne nuk përdorim që kimike, përdorim që organik, përdorim mjete alternative, për shembull koncentratin e hithës, e përdorim për ushqime, përdorim edhe për shpërkatje. Nuk përdorim plastik, përdorim kastën për meteorizime. Ja shoh se keni jo. Edhe kjo kasta e ndihmon edhe për të majtë lagështirën, e ndihmon për ushqimin, për të temperaturën, këto insektet e dobishme që i duan tokës për të tretë. Me nisë ferma ime, është një biznes familjar ku e gjithë familja punon në këtë biznes. E ngritur me shumë dashuri, me shumë mundim, dhe është një nga fermat më të mira të njësisë administrative Xhapzota. Sigurisht që ka edhe shumë të tjerë në njësinë administrative gjepale, por në njësinë Xhapzota është një nga më të mira. Ne kemi skemë vullnetare tani. Në fund të muajit hapim aplikime. Mbrojtja biologjike është 70% e mbulimit të kostove. Duhet aplikoni, bëni një pjesë për ta pasur ju si model këtu, sepse të tillë modeli janë duke ndjekur, duke pa që përdorni jo kimikate, jo plera kimike e tjerë, pra je modeli i tillë, por që ta kryeni siç duhet për ta mbrojtur në gjitha mënyrat e insektit apo problematikave që hasin të gjithë mbjellat që ti ke, sepse ke disa lloje të mbjellash, duhet që të aplikosh tek mbrojtja biologjike. Ne kemi deri në 10.000 euro mbështetje për të rinë nga 18 deri në 35 vjeç, për t'i fut në bujqësi, për t'i dhënë mundësi, në mënyrë që të rinë kemë pjesë e mbështetjes nga qeveria shqiptare, por edhe aplikimeve të fundit që ne do t'i japim me masat e reja të fondit të qeverisë shqiptare, dhe të bëhen pjesë edhe në fëmijët e tyre, duke qenë se janë duke punuar me ju edhe në të ambient që ju keni ndërtuar. 7 bëllim këtu dhe 3 hektarë që kishe jashtë.